Ju përshëndes gjithve. Besoj e po që Lëvizja Vetëvendosje ka vendosur që të vazhdoj agonin e themelimit të institucioneve, duke filluar me kuvendin. Edhe sot, patën përpjekin e njëjtë që të shtyjen këto seanca mbahen në kundërshtim me rregullore një herë në javë, por vullneti i partive tjera ishte që kjo mos ndodhë. Në fakt, sa na përket neve si PDG, unë besoj që nuk duhet pritet as 2 ditë, sepse rregulloria thot brenda 48 orëve, kjo mund ndodhë dhe brenda 24 orëve, dhe nuk do të ishte fare e gabueshme nëse mblidhemi çdo ditë, sepse kjo do të ishte paragjithash një detyrim që kemi para votuesve që na kanë zgjedhur këtu, edhe ndoshta një presion ndaj njëri tjetrit që të dilet nga kjo situatë, por nuk pres që një gjë e tillë të ndodhë për shkak të faktit tashmë të dëshmuar që Vetëvendosja nuk është e interesuar që të bllokojë situatën. Unë njëherë shpreh keqardhjen para gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës për këtë situatë që është bërë vërtet e tepër, e cila po e dëmton vendin tonë dhe jetat e përditshme të qytetarëve të Kosovës në vazhdimsi, dhe bëj thirrje edhe një herë si në çdo rast tjetër Lëvizjes Vetëvendosje dhe liderit saj zotit Kurti që ta ndrojnë kandidatën dhe të vinë me një kandidat në mesin e atyre që e dinë që i kanë, që mund të merr shumicën për të bërë kryetare apo kryetar kuvendit dhe që të shkojmë tutje në konstituimin edhe të kuvendit Republikës Kosovës, por edhe në afatet kushtetuese për themelimin e qeverisë, sepse kështu si jemi kemi mbetur një shtet në gjendje emergjente esencialisht, me qenë se nuk kemi as qeveri legjitime, e s'kemi as kuvend funksional. Faleminderit, urdhon. Kushtetuta është e qartë, ligjet përkatëse të qarta, rregulloria po ashtu, propozimi i takon partisë që ka dalë para në zgjedhje, dhe kjo është një çështje që ne se kontestojmë. Duhet vini propozim i cili në këtë rast, në këtë situatë, ku s'ka shumicë parlamentare nga partia që ka dalë para, duhet me marrë votat e tjerëve. Dhe ju e dini që ka mjaft kandidat, e dini që jam rezervu me i përmend me emra, sepse nuk më takon mu me i propozu, po e kam bërë qartë kush s'mundet me marrë vota nga deputetet e PDK-s, por duke që kjo pak i intereson zotit Kurti, i cili s'ka interes me zhblloku situatën. Urdhani. Unë besoj që ne s'kemi krizë juridike, kemi krizë politike. Dhe në këtë situatë edhe përgjigja do duhet ishte politike dhe zgjidhja do duhet ishte e tillë. Por nëse një gjë e tillë mungon edhe për një periudhë caktuar, unë besoj që duhet dikush që të merret edhe me një adresim drejtim gjykatës kushtetuese, siç e ka bën këtë rast AOK me mbështetjen e deputetëve të partive të tjera për çështjen e mënyrës së votimit. Presidenti është brenda kompetencave dhe prerogativëve të saj kushtetuese që ja lejojnë gjë të tillë. Unë kam kërku në takimin me të javën e kaluar që në zbatim të këtyre përgjegjësive të drejtohet gjykatës me pyetje kushtetuese. Nuk e di atë do ta bëjë një gjë të tillë. Unë besoj që ajo vullnetin e ka shpreh që në një moment apo në një pikë të caktuar të kësaj vazhdimësie të bllokadës ta bëjë një gjë të tillë, por nuk mund ta them një datë se kur e bën një gjë të tillë zonja presidente. Unë besoj që ne duhet me i dhonë përgjigje politike. Këtu situata shumë e thjeshtë, për 24 orë mundet me u konstituu kuvendi edhe qeveria nëse Albin Kurti dhe Vetëvendosja tërhiqen prej Albulena Haxhiut, sepse nuk është ajo më e rëndësishme se 1 milion qytetarë që kanë votuar me non shkurt. Nëse kjo nuk ndodh, unë besoj që edhe gjykata kushtetuese luan rolin e vet, por pastaj normalisht që duhemi të jemi kushtent që vazhdimi i bllokadës ka më qenë shumë më i gjatë, sepse e dim që spaku disa javë merr edhe verdikti i gjykatës. Pyetja fundit. Jo fundit është që edhe kolla ne.
po është irrelevant. Unë mendoj që ne mundemi me mbledh edhe nesër. Rregulloria do të brenda 48 orëve, kjo do të thotë që mundemi me edhe sot masdite, mundemi edhe nesër. Problemi nuk e kemi të koha, problemi kemi të mungesa e vullnetit vetëvendosjes për me zgjidhur këtë situatë. Me që nuk ka vullnet politik, janë botë prudenson, sa që për të kështon sistemi, a të kërkoni si parti politike, si PDP, që të merën i vesh spaku të shkohet në zgjedhje, me që nuk ka, sa do të lejohet të në dërgjë, kështu dhe sa do të mbeten qytetarët pa institucionet. Unë kam shpreh prej fillimit qëndrimin tonë për çfarë përket zgjedhjeve, qytetarët kanë votuar, kanë dhënë verdiktin e tyre dhe unë besoj që ne duhet me konstituu institucionet bazuar në këtë verdikt. Nëse vinë zgjedhjet, është diçka e pashmangshme, atëherë dhe Partia Demokratike e Kosovës normalisht që e luan rolin e vet dhe do të jetë e gatshme, por edhe për zgjedhje nevojitet një marrëveshje politike. Nuk mundet me u bë një proces i ri zgjedhor pa pas një dakordim politik, sepse duhet me konstituu kuvendi në çdo rrethon. Dhe po shihet që një gjë e tillë s'është vullnetin e vetëvendosjes. Nuk është çështje e vendimit tonë dhe lejimit tonë. Këtu rendi gjërave është i qartë, kushtetuta e parashën një gjë të tillë, vetëvendosi duhet me propozu një kandidat apo kandidate që i merr shumicën e votave deputetëve, ata kanë mesin e tyre të tillë, nuk po dojnë, pra është një bllokim i vullnetshëm për cilin unë s'kam shpjegim. E fundit vëlla. Unë me gjithë respektin, kjo pyetje është, qysh me thonë, me respekt e kot, sepse besoj që asnjë deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, asnjë milimetër nuk lëviz nga qëndrimet që i kemi pas, nuk jemi armiqna këtu. Mu më vjen keq ndoshta që partia e parë po mundohet me kriju një narracionit për çamjes dhe ndamjes. Në kuptimin njerëzor, kuptimin individual, personal, asnjë nga Partia Demokratike e Kosovës nuk ka rezerva apo nuk ka raporte individualisht armiqësore me askën. Ne këtu jemi me i përfaqësu qëndrimet tona politike, bindjet tona, edhe vendimet që kemi marrë në organet tona të partisë. Se kam bërë qartë dhe kjo është dhe arsyeja që ja kam thonë edhe Zotit Kurti, po edhe juve në deklarime, që nuk ka të bëj vetëm me zonin Haxhiu si individ. Ka të bëj me krejt anëtarët e qeverisë së tij, sepse i shohim që janë përgjegjës për dështimin dhe degradimin që ka ndodhur shtetit Kosovës në këto 4 vite. Andaj, ne s'kemi vot për asnjë prej ish ministrave e zavendës ministrave për të qenë pozitën e kryetarit kuvendit. Por kjo s'do të thotë që ne nuk mundemi me bashkëbisedu me njëri tjetrin, bile do të ishte, mendoj unë, një mesazh jashtëzakonisht i keq nëse çdo të kishte komunikim as formal mes deputetëve të Kosovës, pavarësisht dallimeve partijake. Ju falenderoj shumë, ndoshta do të shihemi pak më rrallë sepse është bërë pak e tepërt, ndoshta çdo 2 ditë edhe për juve. Faleminderit shumë.